Ndarja nga jeta në krye të detyrës së gjyqtarit të apelit Astrid Kalaja bëri bashkë në hollin e Pallatit të Kongreseve krerët më të lartë të shtetit, miqt, kolegët e familjarët në homazhet që nderojnë magjistratin. Të pranishëm ishin presidenti Begaj, kryeministri Rama, kryetari i kuvendit, ministri i drejtësisë dhe deputet. Të 20 prokurorët e SPAK-me në krye Altin Dumanin po ashtu nderuan gjyqtarin e vrarë, ndërsa disa nga kolegët e tij përcollën mesazhe duke rikujtuar se gjyqtarët janë të lirë për të dhënë vendime vetëm kur u garantohet siguria. E papranueshme, siguria është në nivelin 0 dhe them me bindje më të plotë dhe ne nuk mund ta lejojmë në gjë të tillë. Gjyqtarët duan siguri që t'i japin drejtësi. Siguria pothuajse në 99% të gjykatave nuk i plotëson kushtet. Së pari duhet ndërtuar gjitha gjykatat duhet ndërtuar në para. Këshilli i lartë gjyqësor ka kompetencë për përcakton politikat e përgjithshme shtetërore. Kush janë ato që i zbatojnë politikat janë organet e rendit, që do të thotë sipas kuadrit ligjor në fuqi, besoj jeni në dini që gjitha sallat e gjykimit që në vitin 2010 mbrapa aktën ligjore thonë që duhet të ketë praninë e forcat të policisë në sallat e gjykimit që këtë garantohet. Ish-ministri i drejtësisë Ulsi Manja u shpreh se Shqipëria ka humbur një etalon të drejtësisë. Ngjarja është tronditse. Unë kam deklaruar që është një akt barbar, dhe një kampan alarmi për sigurimin e punojësve të drejtësisë. Pas përfundimit të homazheve, arkemorti u drejtua qytetit të Shkodrës, ku gjyqtari Astrid Kalaja do të prehet në banesën e fundit. Gjyqtari Kalaja, me 32 vjet eksperiencë, u qellua për vdekje sapo shpalli vendimin e emër të Republikës nga Evis Shkambi, xhaxhai të cilit, Gjoni, humbi gjyqin e pronave. Pasi qelloi me 3 plumba gjykatësin, autori mbushi armën, duke goditur edhe babe bir, Ragip dhe Ervis Kurtaj, fituesit e gjyqit.